Ndërmarrjet në varësi të Bashkisë së Vlorës ka nisur prej këtij tetori përgatitjet për sezonin e ardhshëm veror. Përgatitje këto të cilat kanë për qëllim përmirësimin e infrastrukturës në qytet, shtimin e kontenierëve të mbeturinave për të patur sezonin veror të ardhshëm një qytet më të pastër në standardet e kërkuara nga pushues vendas dhe të huaj. Për këtë qëllim, ndërmarrja e pastrimit në qytetin Bregdetar ka përveshur mëngët duke nisur në qytet aksionin për vendosjen e kontenierëve të nëndeshëm të mbeturinave. Është zgjedhur kjo periudhë e vitit për të realizuar ky projekt për shkak se tashmë, pas përfundimit të sezonit veror, Bregdeti është i boshatisur dhe mund të ketë mundësi për këtë ndërhyrje. Siç konfirmohet, janë në total 100 kontenierë mbeturinash të nëndeshëm, të cilët do të vendosen në të gjithë qytetin. Një projekt i cili sigurisht kërkon kohë të realizohet, por ka nisur këtë të njëjtë nga zona e shëtitores lungomare dhe më pas do të vazhdojë në shumë zona të qytetit Bregdetar, ku do të shihen mundësit, kushtet ideale se ku këta kontenierë mund të vendosen. Këtë të njëjtë ka nisur vendosja e tyre përgjatë Bregdetit të shëtitores. Punojësit e ndërmarrjes së pastrimit ka nisur aty të hapin fillimisht gropat dhe më pas të vendosin në Bregdet kontenierët e nëndeshëm. Është ky një model i ri i koshave të mbeturinave që është përdorur më parë edhe në disa qytete, një ndërto edhe Fieri. Kontenierët e nëndeshëm janë me një bazament betoni, ndërsa sipër tyre kanë koshin prej ekuri, i cili do të ketë hapësirën e nevojshme për depozitimin e mbeturinave. Më pas kjo hapësirë ekuri do të mund të tërhiqet nga një mjet i posaçëm tip Vinci i specializuar për këtë punë, të ngrihet lart duke shkarkuar më pas mbeturinat. Siç mësohet, pas vendosjes së kontenierëve të mbeturinave në Bregdetin e Vlorës në sezonin e ardhshëm veror, synimi është që aty të depozitojnë mbetjet vetëm njësitë e biznesit, ndërsa kontenierët e mbeturinave aktualisht në rrugë, trotuar dhe bulevard të përdoren nga qytetarët e Vlorës për të paksuar fluksin e mbeturinave që depozitohen nga bizneset dhe qytetarët në të njëjtat kontenier dhe për të siguruar një qytet më të pastër. Aksioni kësaj të njëjteje për vendosjen e kontenierëve të nëndeshëm është monitoruar nga afër edhe nga drejtuesi i ndërmarrjes së pastrimit Neritan Saushi. Ky projekt vjen si pjesë e funksionimit të landfillit të Shërishës dhe mekanizmit të ri të pastrimit që po realizohet dal nga dal në qytetin e Vlorës për të ofruar më tepër cilësi, efikasitet në pastrimin e qytetit dhe shërbimin ndaj qytetarëve vlonjat, por edhe pushuesve vendas dhe atyre të huaj.